qoftë për pjesën e dominantit që jetë burrë me 2 r, por timonin mund ta mbaj dhe unë. Dhe këtu nuk përputhemi me Mateon. T'japim një timon falsë aty. You wish. You wish. Do bëhet si them unë. I thot Greta, po flisim për marrëdhënie. Dhe Greta thot, unë partneri im thot, nuk bën gjë pa mua. Të tipit që edhe në marrëdhënie. Tani, kjo është në mënyrë është çështje zgjidhje. Metaforike, se aktualisht ai rrezik është mbyllur në shtëpi sot edhe nuk del derisa tani Greta nga Big Brother. Që jeta do vazhdojë, se po në mënyrë metaforike, thot domethënë për jetën, për punët e tij, për gjëra gjithmonë merr mendim. Po, kjo nuk është thjesht dominante. Pritani, edhe ky thot, unë partnerin time se kisha dashur kur kaq të ngjitur. Nuk bën dot pa ty, nuk do ka dot burr. Si varur, por jo as i nënshtruar, as jo dominant. Është i varur në sensin po për Mateon është gabim kjo gjë. Ka nevojë për busullën tënde. Po, se të Mateon është gabim. Jo, s'është gabim. Po për mëngjes o këndes në vesh. Shumë mirë më person që ka ditë të shumë besim sa që ka nevojë për orientimin tënd për gjëra, ta vlerëson mendimin, ta vlerëson. Mateo tha jo, unë nuk do pyes asnjëherë, unë kështu. Nuk do pyes asnjëherë se pasi qefje, pasi vjen. Edhe thot Greta, një sekondë tani ta fusën Loren. Thot Greta, ti thot je shumë kështu. Çe i theu Greta? Të pëlqej vetja shumë do ta shohësh femrën tënde poshtë vetes. E kupton ti? Komentet e Gretës. Edhe ky mendoj unë thot kjo. Ti dukesh, i thot. E kupton ti? Tani marr shumë personazhe. Ku e di ti mi got? Shumë Greta edhe dukesh. Ashtu lexon ajo. Dukesh është një gjë, sepse gjithë njerëzit thonë ti Lorna dukesh arrogante. Edhe Lorna si kam thënë fillim. Okej, Mateo, kam një pyetje. Duke më arrogante kur të kam njoft nuk ishe kaq shumë, nuk ishe kështu. Gjoj sekond, kur ta shohësh të dashurin timin një ditë, kur ta kem do ta njohësh se do jetë me kuror. Inshallah kur do vi kjo ditë. Goca me kuror jemi me dashur pa dashur. Do ve vet kuror. Dëgjoj tani një pyetje kam o Mateo. Që nëse do ta vazhdojmë si bisedë, jam kurioze. Nëse ti njeh një gocë, për shembull, edhe shikon një farë pëlqimi mbrapsht. A jeti nga ato çuna për shembull që e bën vetë hapin e parë? Si? Po. Po çfarë pyetje është? Dëgjoj, po di si është problemi me aq sa kemi parë në shtëpi, si sillesh me vajza për shembull, do thoshti që unë s'kam kriju pëlqim dhe s'kam dhe pëlqim mbrapsht, kjo është e vërtet. Po ta thënë që dukesh nga karakteri përfaqëson një karakter mashkulli që në dukesh pak si me vetpëlqim, kupton? S'ka lidhje, vetbesimin e kam shumë lart, po nuk ka. Dëgjoj, vetpëlqimi me vetbesim ka shumë ndryshe. Nuk ka të bëjë me këtë që po thua ti. Po pra, prandaj po të bëj hapa të gabuar. Po, okay, super. Po do të thonë nuk e ke problem që vajza kundrejt një vajze. Mirë, po këtë në momentin që unë s'kam pëlqyer. Bravo, po kundrejt një vajze. Po prisi s'po kupton, se duke direkt duke këtë përgjigje. Jo vetbesim, vetpëlqim, të dukesh sikur je një djalë me një fije vetpëlqimi që përpos faktit që ty të pëlqen shumë dikush, do mendohesh se shumë mirë, shumë për të shkuar dhe për të shprehur asaj vajzës një pëlqim. Dhe jam shumë e bindur që nëse ai pëlqimi ty të kthehet në refuzim, domethënë ajo të refuzon, nuk je nga ato tipa që e kalon me nuk dukesh, fal, jo se nuk je, nuk dukesh, që je nga ato tipa që e kalon shumë me hajt varja, s'ka gjë se është okay. E mbani natin.